vjojmë, Karamuço, jemi në momentet e fundit, dua di ku është gjendja sot, siguri, çdo gjë tjetër këtij niveli. Mbas orës 4:20 sot e në vijim, është vrarë frika, nuk ka më mit pa prekshmërie për gjyqtarët në ambientet ku ata punojnë. Apo për njerëzit e pushtetshëm, siç mendohen pushtetshëm. Më shumë atë pushtetit gjyqësor, që do të thotë duhet ndryshojnë, do të përmbysen të gjitha urgjentisht sa më parë. Çfarë do të thotë? Sot ti mund të dalësh nga shtëpia me armë, 8 veta në një javë janë kapur me armë nga policia. Ky i fundit desh na vrau njerëz në autostradë, këtu tek Tegu, afër duke mbritur. Mund dalësh nga shtëpia, mund shkosh te prokuroria e Tiranës, mund të hysh ke përballë një roje të parë matosur, qeveria aty nga këta private, e kalon atë, hyn tek personeli i shërbimit, edhe ai pa armësh, e kalon dhe atë, shkon lart, mbaron punën te prokurori, e vret, del poshtë dhe ikën. Tani, as element sigurie, më fal, as dyert blinduara. Nëpër rrugë dhe mbi të gjitha që është mbi tort, është ai vendimi i turpshëm që i kohës Sajmir Tahirit që u hoqën armët prokurorëve dhe gjyqtarë. Ajo sallë që ne kemi parë ndër vite e gjyqësorit, ka arkitekturë jo vetëm për solemnitet, por edhe për siguri. Ajo hapësira midis gjyqtarëve dhe palëve është hapësirë sigurie para se të jetë hapësirë solemniteti. Këta kur bën reformën drejtësi dhe folën për infrastrukturën, e haruan totalisht. Në 6 metra bëhesh e gjyqi sot. Po të kishte qenë 10 metra, gjyqtari shpëtonte sot. Kishte mundësi të largohej, të ikte dhe kishte një punonjës sigurie që kam një problem me fjalën harruan. Do të thënë, ne mund të harrojmë dhe të bëjmë dëme tragjike. Nuk harruan, nuk u morën fare. Nuk u morën, nuk e prekën këtë pjesë. Por nuk është harruam kjo. Nuk e prekën këtë pjesë. Kupton, këtu ka përgjegjës për. Pra, kjo pjesë u la dhe u tha, nëse do ketë një ngjarje në vijim, do merremi dhe me këtë. Pra, nëse do ketë një ngjarje në vijim, do merremi me këtë. Po vetëm këta, mbasi të ndodhi. Mbasi të ndodhi, po pra, po ne themi ti parandalojmë, në kuptimin kriminologjik, parandalojmë pasi të ndodhi. Ka rritje të armbajtjeve pa leje? 8 brenda javës. Si është si ratio në raport me kohët e tjera? Ky nuk është njerëz me armë, po që janë agresiv. Ky i fundit që na ndodhi, që policia eksperimentoi për herë të parë atë që quhet bllokada dinamike, në një farë mënyrë bllokoi trafikun që ky të ngelte dhe ai përplasi. Pra ai insistoi të sakrifikonte njerëzit në rrugë, të vriste edhe atë policin në motor, vetëm për të ikur që kishte armë pa leje. Më kuptoni? Pra ka arritur elementi agresivitet i këtyre njerëzve që mbajnë armë pa leje në maksimum. Dhe ne akoma me analizë sigurie çfarë do bëjmë me këtë dhe me atë. Jo, kjo është alarmante. Armë në Republikën e Shqipërisë, duke ju referuar edhe reagimeve të ekzekutivit, ka patur më shumë në 97-ën ka pasur nga 2 armë për person, jo 2 persona një armë. Dhe nuk ka patur vrasje gjyqtarësh dhe prokurorësh. Prandaj të lutem, mos ja lëmë armëve këtë gjë. Armët është diçka shumë e rëndësishme për të ruajtur rendin dhe sigurinë. Se sot ka drejt Karamuço kur thot, sot ne arritëm të kuptojmë që në kafe vritesh pa dashje se ai do të vrasë dikë tjetër. Në një dyqan vritesh pa dashje se ai do të grabis, në rrugë del vjen ai tjetrit për plasë do ta ka policia me mjete bllokuese, si e thot, dhe sot arritëm të kuptojmë që edhe në gjykat kur shkon të kërkosh drejtën, vritet gjyqtari. Tu, elementet e sigurisë kanë rënë të gjitha barierat. Dhe ka të drejtë Karamuço kur thotë që është momenti që kemi arritur dhe në paprekshmëri. Ishim dje arritëm rekordin e pandëshkueshmërisë e zhdukëm, sot zhdukëm dhe rekordin e paprekshmërisë. Të tërë këto element, për sa i përket fuqisë parandaluese, unë e kam me merak ta them, në Shqipëri te vetmja godin që plotson kushtet e sigurisë për infrastrukturë gjyqësore është prokuroria e posaçme dhe gjykatë e posaçme. Tërë godinat e tjera janë jashtë çdo standardi. Është ndërtuar me standarde ndërkombëtare nga fillimi për gjykatën dhe prokurorët. Dhe nuk është një gjë që s'dihet. Është ndërtuar nga BE. Për sa i përket fuqisë parandaluese ke reforma, nuk janë marrë fare me godinat, por nuk janë marrë dhe me një element të qëllimshëm. Sot që flasim, vrasje në gjyqtarëve, prokurorëve, punonjësve të policisë dhe çdo politikani dhe zyrtari të lartë nuk e ka më një prokurori e posaçme dhe prokurori e specializuar, po e kanë prokuroritë e jurisdiksionit përgjithshëm. Nuk flasim për ngjarjen e sotme, që është destabilizim total i rendit dhe sigurisë, po flasim për ngjarje që mund të jenë nesër shumë të kamufluara. Vritet një prokuror, vritet një gjyqtar, vritet një ministër, vritet një punonjës policie. Kush do e hetoj? Prokuroritë e jurisdiksionit përgjithshëm, sepse reforma
akoma në drejtësi e pa të arsyeshme t'ja hiqte kompetencën prokurorisë posaçme ose speciale në kuptimin që ishte prokuroria për krime të rënda dhe e la në jurisdiksion e përgjithshëm. Ky është një element që e rrit më shumë e dobëson fuqinë parandaluese. Kjo është një kamban e madhe alarmi që duhet t'i shurdhoj veshët e politikës, sepse në fundit janë ata që i krijojnë politikat në këtë vend, edhe për drejtësinë, edhe për mbrojtjen dhe për sigurinë të gjitha. Por ne avokatët ishim të parët që tentuam që ta lëviznim të kamban, kur i tham KLG-s që mos i mbyll gjykatat e apelit që ndodheshin në qytetet e tjera. Ishin gjykata që ishin funksionale dhe jepnin drejtësi në kohë shumë herë më të shpejtë se sa kjo gjykatë. Jeni drejtuar të parlamentit në atë kohë. Jemi drejtuar parlamentit. Keni kërkuar komisione parlamentare në atë kohë. Jemi drejtuar gjykatës kushtetuese dhe nuk na dëgjoi askush. Ja produkti i parë, që është produkt shumë i rëndë në vetvete. Por ky nuk është produkti i vetëm, Grida, sepse këmbana të tjera ka këtu. Për atë gjykatë që flet Beçi për sa i përket kushteve të sigurisë, atje intimidohen avokatët nga palët në proces, nga bashkëpunëtorët e drejtësisë dhe prokuroria e posaçme që i dëgjon me veshët e saj dhe gjykata e posaçme që i dëgjon me veshët e saj nuk marrin masa për të mbrojtur avokatët. Që absolutisht, dakor. Infrastrukturë jo subjektivizëm. Pikërisht për këtë infrastrukturë flas. Pra, kjo këmban nuk duhet të jetë vetëm për gjyqtarët dhe për prokurorët, duhet të jetë edhe për avokatët. Sepse edhe avokatët janë një hall shumë ndryshe nga sa thot Bledi, që janë kthyer në sekser, në mënyrë më absolute që nuk janë të kthyer në sekser, sepse janë hallka e vetme që mbron të drejtat dhe liritë themelore të qytetarëve, që e bëjmë me fanatizëm këtë punë, edhe në kushte shumë të vështira, edhe që intimidohemi nga ana e palëve. Unë personalisht jam intimiduar nga ana e palëve në proces, nga ana e prokurorëve në proces, dhe edhe shumë kolegë të tjerë janë intimiduar dhe nga vrasës të cilët sot mbajnë emrin më të madh për sa i përket krimit organizuar në Republikën e Shqipërisë. Kemi kolegë të cilët kanë marrë kërcënime në sallat e gjyqit, në seanca audio të regjistruara dhe nuk merret masa për këtë gjë. Kështu që këmbana ka plot, por duhet ketë vesh për t'i dëgjuar këto këmbana. Nuk duhet të përfundojnë edhe kolegët si gjyqtari sot me ngjarjen e rëndë që ndodhi, por duhet që të ketë reagim të menjëhershëm nga ana e institucionit. Duhet, që no? Sigurisht që duhet shumë punë, pavarësisht situatës që ka ndodhur, situata ka ardhur e përshkallëzuar në vite më parë, që nga heqja e armëve të gjyqtarëve e prokurorëve, të cilët i zhveshën dhe i lanë të pambrojtur, duke mos i dhënë asnjë mundësi për tu edhe vetë mbrojtur vetë. Faktikisht ka pasur një situatë, një grup prokurorësh në Shkodër, në Lezhë, por edhe në Vlorë,